Forcimi i raportit Serbi-Rusi u vë në duke këtë të diel. Kjo pasi mbrëmjen e 26 shtetorit u themelua shoqata historike ruse. Historiani Mohamed Mala thotë që themelimi i kësaj shoqate është për të vënë historinë në funksion të politikës. Unë e shoh këtë një përpjekje të pastër politike për të avuar historinë në shërbim të botës serbe, sipas modelit të botës ruse. Nuk është hera e parë që politika serbe vazhdimisht e ka vendosur historinë në shërbim të ideve të tyre ekspansioniste. E vendosja e Aleksandr Vullin, që njihet si individ me qëndrime pro-ruse në krye të këtij këshillit, sipas Malës, e vërteton faktin që burokrati po mëton të përhap idenë e botës serbe. Nuk është me profesion historian, por ndryshe është një person i njohur për qëndrimet antishqiptare dhe për qëndrimet e tija ekspansioniste të përhapjes së idesë së botës serbe. Aleksandr Vullin, lider i orientuar pro-rus i lëvizjes socialiste, në asamblen themeluese të shoqatës, theksoi se heqja dorë nga Rusia është gjithashtu heqje dorë nga Serbia. E këtë deklarat njohësi i sigurisë Agemus Liu e sheh si mesazh të qartë kërcënues. Mbrëmjes tjerash në kuvendin e themelimit u dhanë mesazhe të qarta politike me përmbajtje ultranacionaliste që promovojnë idenë e botës serbe. Aleksandar Vulin tha se shoqata historike ruse është pikë tubimi për të gjithë ata që e shohin Serbinë si një shtet që do të luftojë pa asnjë hezitim për krijimin paqësor të botës serbe, një mesazh i qartë kërcënues dhe destabilizues për paqen në rajon. Në tubim morën pjesë edhe Ivica Dačić dhe patriarku i kishës ortodokse serbe Porfirie. Themelimi i shoqatës historike ruse në Beograd, sipas Musliut, është konfirmim i rrështimit strategjik të Serbisë për krah Rusisë. Tutje ai shtoi se këto dy shtete kanë qëllim të përbashkët politik, si destabilizimi i rajonit të Ballkanit dhe agresioni kundër shteteve sovrane, sidomos ndaj Kosovës dhe Bosnjë e Hercegovinës. Ndërkohë, shoqata historike ruse është një shoqatë e themeluar edhe nga Akademia Ruse e Shkencave.